ku nuk kemi lënë ushtar pa i vaksinun mbrojtje kundër tetanozit. Unë kam siguru vazhdimësim time si argati çështjes kombëtare. Dhe kur jam kyç në ushtri, jam kyç si ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në ushtri kemi pas na nevojë me ndo sektorët, me bo organizimin e sektorëve të veçantë në ushtri. Unë fillimisht përveç që kemi ndërtu punktet e para në të cilat do të ofrojë për kujdesje shëndetësore për ushtarët dhe për popullatën, ne faktikisht kemi bo organizimin edhe formal. Jam emëru udhëheqës i shëndetësisë për brigadën 121 fillimisht. Pastaj e kam pas statusin e shefit sektorit shëndetësisë pranë shtabit përgjithshëm, ku e kam bë rregullorën për veprimtarinë shëndetësore në Ushtrinë Shërbimtare të Kosovës, dhe ajo rregullore ka shërby për me i bë veprime të organizuara, veprime të artikuluara shëndetësore brenda Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, duke ndërlidh me strukturën e OQK-s, po natyrisht duke ndërlidh edhe me ligjin për administratën civile të OQK-s. Natyrisht sfida kryesore që ne kemi qenë popull që po pretendojmë me u çliru prej një okupimi klasik. Në aspektin e mjekësisë, po në aspektin gjitha aspektet tjera, ka qenë që ne s'kemi qenë të furnizum. S'kemi mujtë me arrit furnizimin e mjaftueshëm edhe për terapinë, domethënë për në aspektin shëndetësor, po edhe në aspektin tjera të cilat kanë të bëjnë me mirëqenien e qytetarëve, sepse nuk mund ndohet veç çështja shëndetësore për pjesës tjetër që ka të bëjë me ushqimin, që ka të bëjë me veshmbathjen, sepse ato e ndikonin njëra tjetrën. Po sidoqë që jetë vullnetarizmi i qytetarëve tonë, i njerëzve tonë, nga zona tjera që ishin drejt për drejt të atakuar me zhvillimet luftarake, ka qenë i jashtëzakonshëm. Ne kemi pas furnizime për aq sa ka qenë e mundshme, mjaft për me mujt me i majt ato punkte shëndetësore. Ne nga cilësia e udhëheqjes sektorit shëndetësisë kemi vendos kontakte edhe me Zvicër, kemi vendos kontakte edhe me shtetet jashtë, dhe kemi vendos kontakte edhe me kolegët në qendrën klinike atëherë, në të cilën faktikisht kemi bashkëvepruar për krijimin e kalendarit vaksinimit, ku nuk kemi lënë ushtar pa i vaksinun mbrojtje kundër tetanozit. Këto ishin veprime themelore, sepse ajo që na kërcënonte më shumë ishte plaga, se në luftë plagoset njeriu, në luftë vritet njeriu. Dhe ne faktikisht kemi bë organizimin e vaksinimit. Përveç tjerash kemi bë furnizimin në përputhje me rrjetin e institucioneve shëndetësore, furnizimin me materialet e nevojshme sanitare, me barnat e nevojshme, me terapitë e nevojshme që i kërkonte koha. Sfidë ka qenë sfidë shumë e madhe, se ne nuk kemi pas spitale apo vende të specializuara në të cilat do të kishim mundësi me i përkujdes në mënyrë definitive çdo plagë, çdo nivel dëmtimit apo të integritetit trupor të njeriut. Dhe ne jemi detyruar pastaj me organizu në forma të ndryshme për me nxjerr nga jashtë vendit, siç është Maqedonia, pastaj Shqipëria, për me nxjerr plagosit e rëndë të cilës kemi pas mundësi, apo s'kemi pas besim që t'i sjellim pjesë tjera të rrafshit ku nuk zhvillohen apo ku nuk ishte zhvillimi luftarak. Dhe këto kanë qenë sfidat.